Sa herë kemi djallin për brysh, sa herë do kapim Edi Ramën. Jo, nuk e pranojmë ne, se e ka Lubia që ka fajtori kryesor për tunelin. Jo, nuk është fajtor kryesor. Fajtor kryesor është Edi Rama, pastaj vjen Lubia. Çfarë do thot kjo? Kjo do thot që në mënyrë absolute do nisin protestat të cilat do ndalen e tanë pitas gjersa Edi Rama të largohet nga ajo zyrë. Në qoftë se demokratët nuk shkojnë tek sultanit për ballën me të, nuk kanë asnjë kredibilitet, asnjë të drejtë morale të shkojnë tek zgjedhësit. Jo, këto që janë, këtu s'mund thotë Edi Rama. Se më hanë dardat dhe hanë kumlat. I hanë vetë dardat, i hanë vetë kumlat, dhe bishtat i hedhë mrapa që çfarë u mbetet për të tjerët. Duhet jemi të ndershëm dhe të drejtë. Në qoftë se presim ne që prokurorët të shkojnë dhe t'i vënë hekurat e Edi Ramës, ne jemi personazhe, nuk jemi njerëz real. Është populli ai që thot fjalën e vet. Ata folën. Ndaj dhe tani ne demokratët në frymëzimin atyre protesta që hoqen nga froni njërin nga ligësit më të mëdha karakteriale të këtij vendi, siç ishte Erion Veliaj, tani kreu i Meduzës e ka radhën. E ka radhën kreu i Meduzës. E tanë e pitas. Leonida me 300 përballoi 100.000. Asgjë s'mund t'i thyej njerëz të guximshëm që mbrojnë një çështje të drejtë. Dhe nuk ka çështje më të drejtë se kjo. O do u dalim zot ne tani, qytetarëve, ose historia do na denojë. Demokratët, atë që i bën Erion Velis, atë fat do i rezervojnë Edi Ramës. Nuk ka si kod moral, asnjë gjë tjetër. O ai largohet, ose është fundi i opozitës.